Jo më larg se dje, Pallati i Kulturës ka mirëpritur edicionin e dytë të festivalit Vlora Festival Foto, ku 60 finalistë konkurruan për 8 çmime në vlerësimin e një jurie prestigjioze. Mbrëmja u shoqërua me ekspozita, muzikë dhe emocione, duke e kthyer festivalin në një nga ato ngjarje kulturore kyçe si për jetën artistike, por dhe kulturën e jugut të vendit. E në lidhje më gjerë për këtë festival, për këtë konkurs, do të jemi me organizuesin e tij, Julian Bleta. Juli, më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje, faleminderit që pranove të ndash me ne eksperiencën e edicionit të dytë të Vlora Foto Festival. Faleminderit juve për ftesën. Si lindi, Juli, ky konkurs, të themi, ky festival kulturor për jetën e Vlorës? Ky ka lindur para 2 viteve. Këtë vit ishte edicioni i dytë dhe lindi si ka qenë gjithmonë një dëshirë. Kemi më shumë se 10 vjet që e mendojmë për ta realizuar, po 10 ishte viti i parë që e realizuam. Dhe këtë vit ishte edicioni i dytë dhe jemi shumë të kënaqur me të gjitha që në deri tani në çfarë niveli kemi arritur, jemi shumë të kënaqur deri tani. Duket se është mirëpritur mirë edhe nga spektatori, por padyshim edhe nga bashkëpunuesit. Këtë vit në edicionin e tij të dytë, çfarë tema trajtoi si festival, Jul? Tema ishte Vlora përmes lentes, që ishte në këtë edicion të dytë, më shumë kishim fotografinë e qytetit, më shumë ishin brenda Vlorës. Po. Për të pasqyruar të gjithë bukuritë e Vlorës dhe ishin më shumë tema Vlora përmes lentes. Kjo ka qenë tema, foto të ndryshme, por të gjitha kanë qenë të fokusuara në Vlorë. Kjo ka qenë ideja. Që të gjitha ka pasur shumë pjesëmarrje jashtëzakonisht. Ka qenë e vështirë për zgjedhja? Ka qenë e vështirë për zgjedhja nga konkurruesit, Juli? Po, ne kemi është juria, që i falenderoj jurinë, sepse ata janë shumë të rëndësishëm. Janë 6 pjesëtar jurie. Po. Dhe këta i kanë bërë një përzgjedhje shumë të mirë. Dhe përzgjedhjen dhe ndarjen e shpyve e është marrë juria dhe ka bërë zgjedhjen më të mirë. Kurioze jam faktikisht që të di, në qoftë se pjesëmarrja ose të gjithë ata që ju bashkuan këtij konkursi ishin të gjithë profesionistë apo të themi edhe të apasionuar pas fotografisë? Jo, nuk ishin profesionistë, shumica janë të apasionuar dhe kjo është gjëja më e bukur që ne kënaqemi dhe na jep shumë kënaqësi, sepse janë të apasionuar për fotografinë. Dhe kjo është më e rëndësishme, edhe shumica ishin të tillë. Ishin shumë shqiptarë, po pak a shumë mund të themi që gjysma kanë qenë të huaj, që nuk e dinin, po ishin të huaj që kishin fotografuar Vlorën, të gjitha këndet, mënyrat, sidomos peizazhin e saj. Perëndimet ishin më të shumta, patjetër. Sa i rëndësishëm mendon se është një konkurs, një festival i tillë kulturor për vetë jetën artistike të qytetit të Vlorës, Juli, dhe mendon ta vazhdosh si nisën? Po, është shumë i rëndësishëm dhe është shumë i nevojshëm. Është pa diskutueshme kjo gjë. E kemi pasur pak të vështirë, po do ta vazhdojmë patjetër dhe vitin që vjen kemi ndërmend që ta bëjmë ndërkombëtar dhe të fusim shumë tema të ndryshme si temën bardhëzi, temën portret, temën e fotove të rrugës që quhet, edhe shumë tema të tjera. Pse jo? Edhe kemi dëshirë që të fusim edhe konkursin e videos, si për Vlorën, si për Shqipërinë. Juli, ke shumë kohë që merresh me fotografinë dhe jo vetëm. Përveç se tashmë një pasion i yti, është edhe një profesion. Por sot e kësaj dite, çfarë është një fotografi për ty? Është një dokument, është një komunikim, është një kujtim? Si e shikon tranzicionin e fotografisë? Po. Për mua fotografia ngelet në përjetësi dhe kjo është ajo që unë e shikoj, që atë foton që ne bëjmë me shpirt dhe ajo transmeton shumë. Se transmeton, kur ti bën një portret, aty ti ke shumë, po të shikosh portretin, ti aty lexon, po të futesh thellë, aty lexon shumë në portret. Peizazhi është tjetër gjë. Fotografia është ashtu siç është edhe ti, ka të gjitha ato kategorizime që bëhet. Ndryshe është një fotografi dasme, ndryshe është një foto artistike, ndryshe është një foto e realizuar ose e krijuar që nga hiçi, ose foto që ti bën me shpejtësinë. Ka shumë fotot artistike e një gjë, janë të gjitha të ndryshme.
Po fotot artistike ose fotot bardëzik ngelet gjithmonë e para. Fotot që transmetojnë mesazh. Jo thjesht një foto, po foto që transmetojnë ato që ngelen për gjithmonë, ose foto momenti që ka të momentin, ajo është më e mira e mundshme. Pati në këtë edicion një foto, një fotografi të cilën ti e veçoje dhe të la mbresa të veçanta, ose të paktën tek ty personalisht pati impakt të menjëhershëm? Po, pati shumë foto të tilla në këtë edicion. Këtë do të më veçoje? Jo, nuk veçojmë dot, sepse ishin gjitha të bukura, po kishte foto ishin kreative, dhe ato më pëlqyen më shumë. Jo thjesht fotot që ti je në momentin e dur, në vendin e dur, po edhe fotot kreative janë disa, është ato që më pëlqyen më shumë. Kishte në këtë edicion, kishte shumë foto kreative në disa kënde që nuk të vete mendje, që duhet t'i krijosh, që jo thjesht dali përpara, po ti duhet ta krijosh atë gjë. Që ka për një kompozim të veçantë mbi të gjitha. Një këngë ndryshe, siç që thuhet, një këngë vështrimi ndryshe, ajo është që neve na jep diçka ndryshe. Juli, të marrim dhe pak nga profesioni yt, çfarë elementësh duhet të ketë një fotografi e mirë? Për të cilësuar një fotografi e mirë, të mësojmë edhe ne amatorët. Po, ashti varet që për çfarë e ke fjalën fotografi e mirë, sepse ka shumë kënd e ke fjalën për thjesht për foto. Për një foto të thjesht që kërkojmë ta bëjmë ta realizojmë të gjithë bukur. Qoftë nga një selfie, qoftë një foto që ja shkrepim dikujt ose një peizazh, diçka të tillë. Po, domethënë duhet të kemi lirshmërinë. Tërë sekreti është lirshmëria që krijon midis fotografit dhe personit. Që po ta kesh vënë kur bën selfie që të gjithë dhe ti ndoshta je shumë komode dhe i bën shumë bukur ato foto. Kur ta bën dikush tjetër, të duhet shumë kohë që të dy bashkë edhe këndi ka të bëj shumë, edhe është një gjë që duhet bashkëpunim. Në çdo gjë duhet bashkëpunim me midis fotografit edhe aktorit personazhit, në të dy anët gjithmonë. Po kur i bën vetë është i ke parë është më e mirë kur e ndihesh më komode. Por ne përpiqemi që të bëjmë gjithmonë më të mirën, duke u futur çik më thellë të subjektit e ajo që fotografojnë. Tek ato që fotografojnë, patjetër. Kam edhe një pyetje të fundit, Juli, faktikisht. Mendon se fotografia është edhe një ndërgjegjësim për publikun ose për opinionin? Po. Fotografia është nuk është ndërgjegjësim, po është një paqe që mua më jep dhe të gjithëve jep, është një lloj paqe shpirtërore që quhet. Që ti aty futesh dhe është një botë tjetër dhe është shumë e bukur që mund ju uroj, po ju sugjeroj që të gjithë që të merren me fotografinë, sidomos të rinjt, të shikojnë që kanë këtë pasion. Dhe është gjë shumë e bukur që ata të fotografojnë dhe të testojnë. Dhe të krijojnë, se fotografia nuk është se ka fund apo ka limite. Ka gjithmonë zhvillime dhe ka gjithmonë kërkime që për të bërë më të mirën e mundshme ose për të bërë diçka të veçantë kreative. Gjithmonë duhet të përpiqemi për këtë, se nuk është se është fikse. Do ketë një edicion të tretë, edhe është herët të themi që do filloni përgatitjet, por të paktën në projektin tuaj, do ketë një edicion të tretë të fotografisë? Po, pa tjetër që do ketë, dhe si që të thash që duam të bëjmë diçka nga viti në vit, diçka më të mirë. Diçka më përfaqësuese dhe diçka edhe ndërkombëtare, neve ky që dëshira jonë dhe qëllimi jonë që kjo të bëhet ndërkombëtare. Dhe i ftojmë këtu në këtë rast të gjithë bashkëpunëtorët, si bizneset, financuesit, sepse kemi shumë nevojë për bashkëpunime të tilla nga të gjithë, që ta bëjmë një festival ndërkombëtar. Që të marrë jehonën e dur, patjetër. Po, pajsoj dhe qytetin tonë të bëhet në Vlorë dhe të vinë nga gjithë bota, si workshope që duam të krijojmë, si të bëjmë edhe koloni fotografike, që të sillim fotograf nga Europa si fillim kemi menduar, që të rinë këtu një javë, ata të bëjnë fotografi, të shijojnë qytetin dhe në fund të bëjnë një ekspozit dhe një konkurs me këto foto, që e kemi për edicionin e dytë. Si dhe duam të ftojmë fotografë si shqiptar, si tuaj, që të vinë të japin eksperiencat e tyre në Vlorë. Juli, unë të falenderoj edhe di që është sezoni i ngarkuar, për vetë faktit se jemi në kulm sezoni, të falenderoj që ndave me ne emocionet nga ky festival. Falenderit tyre. Falenderit shumë. Ju përshëndes.